Normalisht Deputeti Haxhi Abdyli ka dhënë ndërheqjet e parevokueshme nga partia Guxo të hënën. Arsye për këtë vendim tha se janë sulmet e paskrupullta ndaj presidentes Vjosa Osmani, deri në thirrje për pushkatim, si dhe lëngjimet publike ndaj saj nga figura të njohura të panjohura. Kjo situatë erdhi pasi presidentja e shpërndau kuvendin të premten me që legjislatura e 10 nuk e zgjodhi kreun e shtetit deri më 5 mars. Sipas Abdylit, qëndrimin e tij e di edhe tashmë ish partia Guxo, por edhe grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje. Ne disa, me respekt të ndërsjell, jemi pajtuar që spajtohemi me orientimin që po merrte shumica e grupit ton politik. Por edhe pse ishte ky mos pajtim politik i rrallë mes nesh, nuk do ta kisha menduar kurrë që do të pasonte kjo fushat të bazuar në linçim, fyerje, shpifje të ulta e deri në kërcënime me kolegë deputet, politikan, miq të mi të njohur e panjohur. Nga mu, ata që deri para 5 ditësh e quanin Vjosa Osmanin krenari të Kosovës. Më pas partia Guxo përmes një komunikate tha se dorëheqjen e Abdylit e kuptua nga rrjetet sociale, por e pranon vendimin e tij. Për shkak të disa pretendimeve për motivet e dorëheqjes, e ndjejmë obligim të konfirmojmë se askush nga partia Guxo nuk është përfshirë dhe nuk përfshihet as në debate të ulta dhe as në linçime publike të askujt, e aq më pak të presidentës së Republikës. Partia Guxo angazhohet me ngulm për respektimin e rendit, ligjit dhe kushtetutshmërisë në të gjitha zhvillimet në vend, duke përfshirë edhe zhvillimet e fundit. Megjithatë, ky subjekt, partner i Lëvizjes së Vetëvendosje, mohoi se është përfshirë në diskursin anti-Osmani. Themeluese e partisë Guxo është vetë Vjosa Osmani, e cila më 2021 kishte garuar si listë në kuadër të Lëvizjes Vetëvendosje. Më pas, bashkëkryetarët e këtij subjekti janë Donika Gërvalla dhe Faton Peci.